Në qarkun e Lezhës, situata krijuar nga rreshtet e shumta ka sjellë përmbytje të konsiderueshme në tokat bujqësore. Sipërfaqe të tëra të mbjella kryesisht me grur dhe jonxh janë mbuluar nga uji, duke rrezikuar prodhimin e sezonit dhe duke krijuar shqetësim te fermerët. Zonat më të prekura ndodhen në njësinë administrative Zeman dhe Shënkoll. Në këtë të fundit, në fshatin Barbulloj, niveli i ujit ka qenë më i lartë për shkak të mbigarkesës së kanaleve kulluese dhe prurjeve të mëdha nga rreshtet e ditëve të fundit. Në disa parcela uji ka qëndruar për orë të tëra duke dëmtuar kulturat bujqësore që ndodhen në faza të ndryshme zhvillimi. Situata ka ndryshuar nga se me 2 ditë e para dhe është ul në përgjithësi. Po, nuk ka më përmbajtje. Vetëm sa kanë jetër në për tokat, shumë pak. Jo, ishte nga kanali i madh, si tu ke kineta, arginatura. Ai ishte këtë përmbajtje. Ja, nuk patëm. As bakti. Po fatmeri shumë. Situata është më duke krahasuar me ditën e dieshme dhe të pardjes është drejt ka rënje të nivelit të ujit në përgjithësi, pavarësisht se ka shumë niveli i ujit në shumë toka është i përmbytur, ka shumë ujë në për toka bujqësore. Banesa të rrethuar në për oborre ka vazhdon të ketë prap, sidomos një pjesë tjetër e fshatit. Hidrovort janë plotësisht janë në punë, por që don kohën e vet edhe kjo situatë. Situata mbetet e paqëndrueshme ndërsa pjesa më e madhe e tokave të mbjella në këto zona është ende nën ujë.